rikthehemi në studio tani për të zhvilluar një bisedë, besoj se mund të themi edhe me një nga miqtë e televizionit tonë dhe të emisioneve tona, sepse jemi shpesh le të themi për të folur për aktivitetet e Bashkisë Islame, në veçanti të Komisionit Bereqeti, por edhe për rrugtimin e bukur të umres, edhe sot pse jo si imam gjithashtu edhe për festën e Fitër Bajramit. Më lejoni një herë në radhë parë, ju uroj gëzuar Bajramin, kemi Imam Mirsad Muçaj në studio. Faleminderit për ftesën, gëzuar gjithashtu kjo festë madhështore dhe lutim Zotin e Madh që inshallah Zotin e ka pranuar gjitha adhurimet. Inshallah kena gjithmonë gëzim lumturi në shtëpiat tona, në familjet tona. Me të vërtet kjo është një festë e veçantë për besimtarët, ku inshallah Zoti i Madh na mundson që ne kalu këto ditë sa më bukur dhe sa më mirë. Nëse ju pyes për ditën e parë të Bajramit, si është dhe çfarë kuptimi ka dhe në aspektin fetar, pasi vjen pas atij muaji të sakrificës edhe atij muaji që ne dëshirojmë të arrijmë më të mirën. Po, e vërtet se dita e parë e Bajramit është një ditë gëzimi për gjithë besimtarët dhe ky gëzim vjen pas një sakrifice shumë të madhe dhe kështu janë të lidhuna festat tona. Domethënë gjithmonë festat e muslimanëve janë të lidhur gjithmonë pas një sakrifice. Vërtet nuk ishte lehtë, sepse pas një muaji që njeriu i braktis gjitha gjërat që i ka të lejuara në jetën e përditshme, por këtë vepër e vepron vetëm për mirëpërgjegjësirjes së Zotit. E sot është një ditë e veçantë, ditë gëzimi për të gjithë besimtarët. E inshallah Zoti i Madh na ka pranuar të gjitha ibadetet, të gjitha adhurimet dhe inshallah jemi në atë kategorinë se një me laj që Zotit i thret në ditën e parë që urime dhe për hajër qofshi të falun për gjitha gabimeve, mangësine që i keni pas ma heret. E inshallah na mundson që me pas gjithmonë gëzim e lumturi në jetën tonë të përditshme. Amin. Dafina ashtu edhe e paralajmëroi në fillim të kësaj bisede që ju në kuadër të Bashkisë Islame bëni edhe shpërndarjen e pakove për të gjithë ato familje dhe persona që janë në nevojë. Ne e dim që gjatë gjithë vitit, kohë pas kohe, keni qenë edhe aktiv. Na tregoni si shkoi ky vit dhe këto shpërndarje nga ana juaj? Duke falendruar Zotin, vullneti dhe dëshira e bamirësave nuk ka mungu dhe shpresojmë që të mos mungoj edhe në të ardhmen. Ne edhe këtë Ramazan kemi pas shumë bamirësa, shumë donator. Kemi pas edhe për jashta, dhe më thënë neve në kanë ardhe edhe nga Mbretëria Arabisë Saudite, dhe më thënë përmes me shihatit, kanë sjell rreth 700 pakove, kanë sjell gjithashtu edhe shoqata e etikës 100 pako, Dianeti i Turqisë ka kontribu me disa kupone në vlerë të 40 eurosh kuponi, 30 kupone, po ashtu kena pas edhe shumë tjerë për të vendit tonë, bamirësave tonë, cilët kanë ndihmu dhe kanë kontribu. Menoj që nuk ka të kushtu në vendin tonë pa pranu këtë dhuratën e Bajramit, sepse dhe me thonë ishtë bo thire, ishtë bo kush do që një vdiken, për marrë dhe me pranu dhuratën tash që i takon për Bajram. Unë e di se ndoshta nuk është një dhuratë ku me ditë sa e madhe, por si do qofë një lehtësimi i vogël, Zoti inshallah i shpërblen bamirësat me të mirat e tij të pafundme. Çfarë është e veçantë kur dhurojnë gjatë muajit të Ramazanit dhe festës së Bajramit për dallim le të themi gjatë ditëve apo muajve të tjerë të vitit? Ajo çka mund të themi që është e veçantë se vullneti dhe solidarizimi me njerëz që kanë nevojë është shumë më i madh krahasim se sa më herë. Zemrat janë pak më të nishme, më të prekshme. Por ajo çka më ka prek pak tash gjatë këtij muajit Ramazanit, po kjo më ka ndodhur edhe më herët në xhamin aty ku jam unë si hoç, si imam, kam pas për bamirësave, edhe kjo më ka ndodhur në pjesën e dytë të xhamin, katin e dytë, pe motrave, pe grave, cilët kanë vendosur zarfin me një shumë bagë të madhe, e kanë vendosur brenda dhe ka shënuar aty vetëm për, domethënë familjet që kanë nevojë më u shpërndaj këta holla. Kja është pak diçka më e madhe sepse s'ka pas dëshirë me ditë asun si hoxha, kush mos me ditë, por veç me ditë Zoti dhe me marr shpërblimin tek Zoti i lartë madhëruar. Inshallah Zoti i shton bamirësat sa më shumë, inshallah lehtësohet gjendja aty në që ka nevojë.
Tani, duhet ndalëm në disa pika të kjo, sepse ne thamë fillim që kemi shumë gjëra ndoshta për të folur së bashku. Por në këtë moment duhet të ndalëm pak edhe tek të veçlit, ato që ne edhe i kemi pjesë edhe të emisionit sot të Mejtepit. A shihni një interesim më të madh ndër vite? Nga kjo gjëja bukur që na the tani, që ai që dhuron po dëshiron të mbetet edhe anonim. Nga ana tjetër, a janë edhe prindrit që po shtyjnë, le të themi, në një farë mënyrë edhe fëmijët që t'jenë më praktikues apo më të rregullt në mësim besimin islam? Shumë vërtet, është edhe kjo ka atë ndikimin e vet, edhe shoqërisht që është edhe përkrahje prindërve se ndoshta na si udhëheqë si prisë ta nuk e kena mundësi vetëm, por se duket të qartë se edhe të rritë janë ma shumë në krahasim me ma heret, aty janë në shtëpitë të Zotit, për atë është mira dhe na si prindë, më thënë, me nxit sepse e ardhme është në rini, kur na kena një rini të shëndosh atëherë edhe vendi do të jetë më i bereqetshëm, më i suksesshëm. Kemi pas ma shumë të rinë krahasim me ma heret. Domethënë, xhamiat mbushën plot me të ri e me të reja. Kemi vizita më shumë? Vizitat, po shpresojmë që me ushtu më shumë, edhe pse ndoshta koha është e njëjtë, por na jene nga pak tu e ndryshu, e mira është në këtë ditë feste, në këtë ditë madhështore, edhe vizitat më shtu më shumë, sepse afrohen zemrat më shumë, bashkohen zemrat më shumë. Jo tjetë Bajrami shamë të pritet vetëm në kafe, Bajrami duhet në shtëpi dhe bereqeti është pastaj edhe më i madh, të mirët shtohen edhe më shumë në shtëpiat tona. Ne gjithë dëshirojmë bereqetin më shumë, i dëshirojmë të mirat më shumë. Atëherë, nëse i dëshirojmë këto të mira dhe sukses dhe bereqet, atëherë duhet të shtojmë edhe vizitat ne mes vetet, mes njëri tjetrit. Unë çka kisha përmend edhe diçka, ndoshta nuk erdhi kjo pyetje, por çka është më rëndësishme këto ditë të fesë, këto ditë të Bajramit, që duhet t'i bëjmë të gjitha këto ditë të jenë ditë të gëzimit, ditë lumturisë, jo ditë mërzisë. Për të unë i porosis gjithë musliman, gjithë besimtarët, që e festojnë, pa dyshim që e festojnë, dhe një ngëzim zemrët e veta, që këto ditë, të kemë kujdes, mos t'i bëjnë ditë mërzijet. Mos t'i bëjnë ditë mërzijet me shku me vizitu të këvorët. Kjo është mekat. Dhe nuk është mirë as pak. Gjithashtu është për mekateve, për gjinave që disa i shkojnë hajtë se ka atë Bajramin e parë, por shkoj e bëj një vizit. Shumë është mekat i madh. Shumë është gjuna i madh që këto ditë mi shëndru në ditë mërzie dhe pikëllimit. Po ata ndoshta dojnë që të mallëngjehen në një farë forme sepse e kemi atë dhimbjen. Por në ditë e Bajramit ja. Në ditë e Bajramit ja. Jashtë Bajramit shko ti munesh njeriu shembull më herët se e ndrova për këtë kajën por ma herët ka qenë e ndalume vizita e vorreve. Por e thot pesam, ju kam ndalu, por tash me shku, e kemi të lijushme me shku mi vizitu me qëllim që me ja kujtu vetës edhe na një ditë do të shkojmë këtu brenda. Ky është vetëm për këtë qëllim, për gjëra tjera jo. Ama nuk është e nevojshme as pak me shku me kalu mallin aty para adin e me derlat, në asnjë mënyrë. Për ata lutj Zotin që shoqëria jonë dhe vendi jonë të kthjellet më shumë dhe mos ta bëj këtë ta largoj këtë praktikë. Pra, andaj le t'ja kujtojnë se edhe është keq për atë që është në ata 2 metër vend, edhe është keq për familjen e tina dhe këtë e them me plot përgjegjësi dhe nuk mendoj që ka ndonjë thirrës islam i cili e lejon një gjë të tillë, që është e lejueshme të shkoni bëni Bajram edhe me ata që janë ata 2 metrë. Jo valla, s'thot askush. Kjo është një traditë e cila është bën shumë ndesh dhe bën shumë kundërshtim me parimet tona fetare. Mirë, tani më lind një pyetje kështu. Ka nga ato prindër që ndoshta kanë humbur fëmijën e tyre, apo ka edhe fëmijë të cilët kanë humbur prindrit e tyre, por kjo humbje është e freskët këtë Bajram. Si ti kujtojnë? Nëse themi jo në vizita tek varreset, si ti kujtojmë në këtë ditë feste ato që nuk i kemi pranë? Ajo që kërkohet prej nesh, që e besojmë Zotin, kemi deklaruar me vullnetin ton, me dëshirën ton, pra këto ditë vetëm të kemi të jenë ditë të gëzimit. Të kujtojmë ata, por nuk ka nevojë në ditë të festës dhe në ditë të gëzimit. Bëjmë ndonjë lutje, mundesh të bëj lutje sa të dush për ta. Por jo të pritsh që në këtë ditë që me të ardhmë të vizitu njerëzit e me ta kujtue ti me derlot. Ja,
është prej mëkateve dhe është prej gjunave dhe inshallah don Zoti që kjo traditë jo e mirë, jo islamet largohet në shoqërinë dhe në vendin tonë. Dua edhe diçka. Tani, ne shumë gjëra le të themi, të cilat nuk i kemi shumë të qarta nga aspekti fetar, i lidhim me traditat tona të përditshme. Edhe këtë vizitën për Bajramin e parë, për këtë gjëra që i kemi, ndoshta nëse nuk në thojza i respektojmë si shoqëri, mendojmë se do dalim keq tek njerëzit që na njohin. Shumë saktë, shumë e vërtet. Si ta ndajmë këtë, le të themi, traditën e një populli me atë se çfarë në fakt thot feja islame? Tradita që nuk bin ndesh me fjalën e Zotit e lejushme. Tradita që bin ndesh me fjalën e Zotit, me Kur'an, me fjalën e Zotit, duna me u largu, sepse është keq, është dënim për neve të gjallit, është keq edhe për ata që janë ndapi kësaj dunjajet. Për atë, këtu du në me pas kujdes, ne du në mirë respektu unët e Zotit. Edhe për atë, nuk është e nevojshme me u mendu shumë, a ishtë urdhën i Zotit, ishtë urdhër i Zotit. A mundet do kosh me dalë me thënë ndryshe, nuk mundet me dalë me thënë ndryshe, sepse nuk ka bazë, nuk ka argument librin e Zotit. Për atë, unë bëj thirrje që këto ti largojmë një herë e përgjithmonë, që mos t'i vizitojmë ditë e Bajramit, mos t'presim vizita për mena dykosh më ardhe, mena ngushlu. Ja, në asnjë mënyrë. Dhe inshallah do në Zoti që përmirësohet gjendja e shoqërisë tonë dhe vendit tonë. Amin. Ne shpresojmë që ky Fitër Bajram të gjithë ato njerëz që janë duke na ndjekur dhe muslimanë t'i kenë gjetë me zemra plot dhe të kënaqur në një farë forme. Por siç tha Dafina, le të ndalemi edhe tek një vizitë tjetër edhe më e bukur edhe që e bën zemrën edhe më të ndritshme dhe më të gëzuar. Ajo është vizita në Umren në Qabe. Na tregoni si ishte kjo vizitë edhe kësaj radhe për juve, sepse nuk është hera e parë, dim të gjithë. Vizita në ata vende është një vizitë në një vend të veçantë. Edhe lusë Zotin e madh që krejt besimtarëve musliman, t'ju mundsoj Zoti me shku në ata vende. Amin. Sepse e them edhe këta e kanë dëshmu ata që i kanë vizitu ata vende. Kushdo që shkon në atë vend, e ndjen një keqardhje pse nuk e kam shfrytzu kohën me shku unë ma herët. Unë isha tash në Ramazan. Pak kohë, 2 ditë. Por ajo çka është e veçantë në Ramazan, se nuk ishte pak lehtë edhe për neve, se jemi, sidomos tash në Ramazan, kemi qenë shumë të angazhuar, por se shpërblimi është shumë i madh, se ka thënë Hasan, me kry umrën në Ramazan është sikurse me e kry haxhin me mu. Sikurse me kry haxhin me Muhamedin alayhis salam. Është shpërblim i pakufishëm. Vetëm me këtë qëllim kemi nda kohën dhe i mundu pak ditë me nda dhe me shku në atë vend bekum. Por inshallah them se nuk është qëllimi jon, më rëndësi na vetë më mbush e tjerë mos më mbërzit as pak. Lutim Zotin që inshallah në të ardhmen do të ketë besimtarë tonë cilët do të shkojnë edhe më shumë dhe shqyrë Zotit kohëve të fundit është gjallënu vizita e atyre vendeve dhe nuk është një shumë e madhe, ku më ditë se sa që për me shku deri në atë vend bekum. Ka qenë e vështirë në këtë periudhë? Duke ditur ka qenë pak më të vërtet, ka pas shumë ka pas çka nuk e majnë menaz, vetë kallabllëk i madh, shumë. Domethënë rrugët e bllokuara për kallabllëkut të madh. Në vërtet ka qenë pak edhe situata pak e për e shqetësuar, por se përsëri nuk ka mungu njerëzit, ka pas plot mbushur, plot xhamia, domethënë ata shifra që i kanë publiku, me miliona, 12 milion, thonë ishte bajegi një numër, shifra e madhe, por shiqër Zotit, kënaqësia është e veçantë në atë vend. Jeni shoqërues i shumë grupeve. Po. A sheh individ që i rikthehen vizitës? Shumë. Kam pas shumë për kandidatëve cilët kanë qenë më herët, edhe përsëri rregullisht. Më llogarit thotë edhe mu t'jam ndatën që ti të shkosh. Ose kam pas për atyre që i kam pas vjet, të lutem hoxhi, miruj 5 vende, miruj për një janar, ose mos më thuj që s'kam vende. I ka bë Zoti vende të bereqetshme dhe i ka bë Zoti vende që me kanë vende të dashura për zemrat e besimtarëve. Ashtu siç tha Dafina, ju jeni edhe një shoqërues apo udhëheqës i këtyre grupeve që i bëni për në atë rrugë
që shkoni. Më tregoni, keni pasur ndoshta ndonjë moment apo edhe ndonjë moment të veçantë për ato që kanë pasur dhe takohen atje për herë të parë që shkojnë? Po, ka, dhe më thënë aty, ajo është në atë vend të bukum, në atë vend të shejtë, jena taku me njerëz që cilët se kena pas ndoshta në plan, po që i zhverni shet që i bashkon zoti besimtarët, qoftë për Kosovë, qoftë për Shqipëri, e për vendeve tjera, ose të Evropës, të vendit tonë, sidomos tash e pata rasti mu taku me një prej ulçinit që jeton jashtë në Francë, vende dhe ku takohen besimtarët, bashkohen zemrët e besimtarëve. Nëse do ta përshkruaja apo ta përmblidhje le të themi këtë muaj të Ramazanit, vizitën në Umre dhe këtë ditë të Bajramit për ju, me cilat emocione do ta përmblidhni? Lusë Zotin e Madh që Allah isha dhe në mundëson sa ma shumë me shku në ata vendet të shejta. Unë edhe pse e kam kry studimet atje, kam përfundu, ka ndoru Zotin me shku shumë herë atje dhe me kanë kryet shumë grupeve për mi qunë ata vendet të shejta, se unë për vete e një që nuk ka ma mirë se me kënë shërptor i mosafirve të Zotit dhe dikur duhet tjetë, të ndoshta dikush të që ju keni pak atë punë edhe tregtie, por dikur duhet me u shërby, se njerëzit nuk mundet dikush vetë atje pa një udhëheqës. E mu ma ka mundësu Zoti shkollën atje me kry dhe shqyqyr Zotit, do të sa të kem ymer, do të mundohena që t'jem në shërbimin e krijesave të Zotit dhe inshallah Zoti na mundson sa më shumë me shku në këta vende dhe inshallah ju mundson Zoti edhe tjerëve dhe me shku në këta vende. Me të vërtet janë vendet të dashura dhe të veçanta. Doja të mbyllim ndryshe këtë intervistë sot. Si prind, çfarë fjalësh apo mesazh ju thua gjithmonë fëmijëve në ditën e Bajramit? Lutim Zotin e Madh që gjithmonë të mbretëroj lumturia, gëzimi në zemrat tona. Lut Zotin e Madh që Allahut na jep rini të shëndosh, t'i ruaj dhe të kenë sukses dhe një ardhme sa më të mirë. Nuk ka dyshim se rinia është faza ma shtret, ma veçantë, cilët edhe ne kemi borxhin ndaj tyre, kemi obligim ndaj tyre, ndaj të kujdesemi, të mundohemi për ta sa më shumë, të sakrifikojmë sa më shumë për ta, sepse e mira do t'i kthehet e familjes, e mira do t'i kthehet e vendit tonë. Zoti inshallah na jep një rini të bereqetshme, të suksesshme, e inshallah Zoti na mundson që sa të kemi ymen këtë tokë të Zotit, të punojmë gjithmonë punë edhe vepra që ai me keni kënaqur me neve. Amin. Faleminderit që ishit me neve, me që e mbyllëm me fëmijët. Po. Ne do të vijojmë tashmë dhe të sjellim Mejtepin, pse jo? Sjellim aktivitetin e bukur dhe xhirimet që kemi marrë nga Mejtepi. Imam faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Zoti ju shpërblet, faleminderit.